Se pret si familje një letër të tillë kur 4 vite nuk dini asnjë informacion për babgjyshin edhe që vjen një letër nga babgjyshi se ajo është gjallë. Si ka qenë për ju si familje? Baba, pavarësisht se kishte humbë babajnë, kishte mërzinë dhe kishte diçka që nuk e kishte marrë babajnë, të shlogojte që të humbin robi gjallë. Edhe mos desh fare për të. Është shumë i gëzuar, është gëzuar aq shumë sa thot sikur më pa ardhur në shtëpi ku është bë i gjallë, ku e ke marrë është diku po jetoj ka. Me qenë se ka qenë situata në atë kohë e tillë, a ka pas asnjë pikë pyetje që nuk është letra e drejtuar nga babgjyshi? Edhe ka pas ndoshta dyshime me kriju, po nga që pytke në letër, pytke për të madhin për të voglin, e pytke për gjithë anëtarët e familjes. Si është ky? Ai t'jep ke me shpjeguar sikur letra është fol nga ai person. Se i njeh i pyet ke për gjithë fëmijën.